Dhe kështu miq, u kthyem përsëri në studio me Zigzakut me një të ftuar tjetër që sapo na erdhi, Valton Krasniqin, besoj se njihni, një duar profite. Mirë se erdhe, po flasim për një temë shumë interesante dhe do duam dhe ndërhyrjen tënde, ti vjen nga Zvicra. Po. Edhe të shohim se si është atje mentaliteti i temës për cilën e po flasim. Ti do të jesh tani me ne, do diskutojmë, do dëgjosh dhe të rinjtë edhe të shikojmë se si qëndron. Po. Jonka, shoqëritë e hapura tashmë. Ç'mund të na thuash me eksperiencën që sjell nga Zvicra, si është kjo gjë? Është edhe aty në Zvicër? Ja, unë për vetë jam rritur aty në Zvicër në mentalitet këtë ndryshe. Të ne nga vitet, domethënë si ti bën adoleshent 12 vjet e informojnë domethënë në shkollë për seks. Për smuje, për AIDS, po mërsimore, por të domethënë kjo është vetëm mentaliteti vetëm të shqiptarët dhe të muslimanët që e shikojnë ende virgjinitetin. Unë mendoj nga personi është kërkim dashuri dhe do të kaloj dosa persona derisa bjen te ai personi që e don edhe ta martoj. Domethënë virgjiniteti nuk është diçka shumë e rëndësishme, sesa personi. Njeriu mund të gabojë dhe pastaj do ta gjej mas 4-5 meshkuj atë meshkull që ka kërkuar ajo vetë, më thënë. Po me gjithatë më thënë na që e meritur atje është tjetër, këtu shikohet tjetër. Edhe pse duhet të quhet gabim, në fakt? Pse duhet të quhet gabim në qoftë se një vajzë për shembull e ka humbur gjë me ato po thotë që nuk e quan gabim. Jo, rregull, pse quhet do të bëjmë muhabet tani, nuk është direkt. Pse e quajmë gabim? Se zakonisht ne e quajmë gabim, ti jemi të sinqertë. E quajmë një gabim që ka ndodhur. Apo jo? Në gjë të gabim. Mund të them nga Shqipëria nga Zvicra në Shqip. Mund të gabojë në kuptimin e nuk është ai njeriu që me të cilin vajza donte të ndërtonte jetën të rinte dhe që meritonte çdo gjë nga vetja e saj etj. Ky është përkthim i thjeshtë, nuk është apo jo doktor. Për shembull, e shikon ai janë shumë i bukur, është i maskull shumë i mirë, e kupton? Por në ashtu mentalitet ai vajza nuk e don ata. Edhe e bën domethënë seksin, por mas 3 muaj ose mas një vite e shikon se ai nuk është për jetën e vet. Ose ky e shikon atë vajzën nuk është për jetën e vet. Ai nuk është gabim. Po, do të them, po.